إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه من خلقه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد Vetëm Allahun e adhurojmë, vetëm atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet, selamet dhe përshëndetjet më të përzemërta dhe më të sinqerta, më të dashurit të Zotit ja dërgojmë Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë pasuesve të traditës së tij deri në ditën kur nuk do të ekzistojë më kjo gjësi. Zoti i Madhërisëm në Kur'anin fammadh urdhëron e thot: O ju besimtar, tregoni dhe dëshmoni frikë respekt meritor ndaj Zotit tuaj dhe mos flisni vetëm se atë e cila është e drejtë, e qelluar dhe e vërtetë. Në qoftë se ju e bëni një gjë të tillë, Allahu do përmirësoj juve veprat tuaja, do a fal juve mëkatet tuaja. Kush e pason Allahun dhe të dërguarin e tij, do të përfundojë si triumfues madhështor. Besimtarët të nderuar, falënderimet më kulmore i takojnë Allahut Madhërisëm, i cili na bëri të mundur që ta përjetojmë xhuman e parë të muajit bekuar të Ramazanit. Mirësi kjo që për vlerën e secilës çfarëdo që themi është e pakt dhe është e pamundur që ta përkufizojmë atë. Në anën tjetër është edhe një mundësi e jashtëzakonshme e gjallërimit të zemrës, e ndryshimit të gjendjes, pikërisht përmes devotshmërisë që arrihet nga ky muaj e konkretisht përmes agjerimit, si një prej karakteristikave kryesore të këtij muaji të bekuar. Republika apo Kryesia e Bashkisë Islame të Republikës Kosovës na ka rekomanduar që sot flasim për Kur'anin, se çfarë thot Kur'ani për vetveten e tij. Duke qenë se secili prej jush e din se muaji i bekuar i Ramazanit madhështinë e vet e ka arritur pikërisht përmes zbritjes së Kur'anit në të. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Muaji Ramazan është muaji në të cilin ka zbritur Kurani. Ky pasazh kuranor mjafton për të na bërë me dije dhe për të na treguar se vlera reale e këtij muaji qëndron pikërisht në librin e Allahut Madhërisëm. Pra për shkak se libri i Zotit ka zbritur në këtë muaj. Dhe çdo gjë që ndërlidhet me librin e Allahut Madhërisëm dallon nga gjithë të tjerët. Prandaj, ashtu siç ka dalluar muaji Ramazan nga muajt tjerë, pikërisht për shkak të zbritjes së Kuranit, ashtu dallojnë edhe besimtarët nga gjithë njerëzit tjerë, pikërisht për shkak të besimit të tyre në raport me librin e Allahut, por dhe të aplikimit të mesazheve të tij në jetët e tyre. Përpjekja jonë në këtë Ramazan për të lidhur me librin e Allahut duhet të jetë maksimale, nga se nuk ka mundësi më të volitshme dhe më të përshtatshme për të lidhur me librin e Zotit se sa muaji i Ramazanit. Për shkak të rrethanave të lehtësuara, kuptohet, por edhe për shkak të gatishmërisë maksimale të zemrës së një besimtari dhe të një besimtare që është në Ramazan. Si asnjëherë tjetër, në Ramazan zemra frymon ndryshe. Zemra pulson ndryshe. Por njëherët edhe kërkon përmirësim, kërkon gjallërim dhe ndryshim. Prandaj është e udhës që këtë Ramazan ta shfrytëzojmë për ta lidhur veten tonë sa më shumë dhe sa më mirë me librin e Allahut. Nga se ne realisht kemi hise në fenë e Allahut aq sa kemi lidhje me librin e Allahut. Lidhja jonë me Kur'anin tregon se sa të lidhur jemi me Zotin e Madhërisëm. Nga se Kur'ani është atribut i Allahut, është fjalë e Zotit. Ajo çfarë ne pasqyrojmë prej fjalëve dhe veprave tona në raport me librin e Allahut, realisht është pasqyrim i brendisë sonë, është pasqyrim i fesë sonë në raport me Zotin e Plotfuqishëm.
Për këtë arsye, sahabiu i nderuar Al-Khabbab ibn Arat ka thënë, me asgjë nuk mund t'i afrohesh Allahut më shumë dhe më mirë se sa me fjalën e tij. Pra, çfarëdo që dëshirojmë të bëjmë ne për ta fituar kënaqësinë e Allahut, dashurinë e tij, nuk mund ta bëjmë më mirë, më shpejt dhe më fuqishëm se sa kur i afrohemi Allahut përmes librit të tij, përmes Kuranit. Sepse Kurani është burimi i të gjitha mirësive. Kurani është mesazhi i Allahut i zbritur në tokë. Është platforma të cilën Zoti e ka përzgjedhur për njerëzit, se si ta adhurojnë Allahun, se si ta njohin atë, se si të komunikojnë me të, se si t'i përmbushin përgjegjësitë e tyre karshi tij, pastaj edhe karshi njerëzve në përgjithësi. Pra Kurani është sistemi që Zoti e ka përzgjedhur për njerëzimin mbar, por që fatkeqësisht nuk e besojnë të gjithë, nuk e pasojnë të gjithë, përpos një grupi prej besimtarëve të sinqertë dhe të denjë, siç janë muslimanët e përkushtuar. Allahu në Kur'an na tregon se ai është nur, është dritë. Kurani e ndriçon shpirtin, Kurani e ndriçon mendjen. Kurani është shërim për gjitha plagët eventuale që ekzistojnë në brendin tonë. Është shërim edhe për smundjet inorganike dhe organike, e vërtetuar madje edhe shkencërisht. Kurani është sqarues i çdo gjëje që ka nevojë njeriu për ta ditur atë. Prandaj nuk lë asgjë pa sqaruar. Kurani është udhëzues e sa ka nevojë njeriu për udhëzim. Kurani është libër që nuk ka asnjë dyshim të se është libri i Allahut. Dhalika al-kitabu la rayba fi. Allahu në Kur'an, ky është libri që nuk ka dyshim të se ai është prej Zotit Madhërisëm. Pra nuk është për njerëzve. Huden lil muttaqin, udhëzues për të devotshmët. Kurani është ai që njeriut ja hap gjitha horizontet e njohurive, të diturive, të nevojshme si për jetën e kësaj bote, po ashtu edhe për njohuri absolute që i përkasin botës së përtejme. Kurani është libri që e ka ngritur Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam në pjedestal të paritshëm. Dhe është libri që i ngrit edhe pasuesit e këtij libri, besimtarët e këtij libri në pjedestal të paritshëm, siç kanë qenë gjenerata e sahabëve, pasuesit e sinqertë të Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam, zbatuesit e denjë të mesazheve të Kuranit dhe të Muhammed Mustafas alaihi salatu wassalam. Gjenerata e artë, pse janë bot artë? Nga njerëz që konsideroheshin çobejt shkëtirës, u bën njerëzit më të ngritur, njerëzit më të arsimum, njerëzit më të përparum, më të zhvillum. Gjithë u kanë pas lakmi sahabëve për ndryshimin dhe ngritjen që i kanë përjetuar në jetë. Kush i ngriti ata? Libri i Allahut, Kurani. Kurani është libri që thret në arsimim, në edukim. Sa më shumë që lidhemi me librin e Allahut, aq më tepër do të arsimohemi dhe do të edukohemi. Sepse fjalët e para që kanë zbritur pikërisht nga Allahu i Madhërisëm janë fjalët e ikras, të leximit, studimit, arsimimit. Nga se vetëm përmes diturisë ngritet njerëzimi. Kurani na ka treguar se aq e rëndësishme është që të dimë, të lexojmë, të studiojmë, saqë edhe Zoti nuk mund ta njohim pa dituri. Prandaj tha, fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Dije mirë se nuk ka Zot që meriton të adhurohet përpos Allahut. Pra pa e ditë, s'ka mundësi mu adhuru Allahun. Pa e njoftë Allahun, s'ka mundësi me ditë se si duhet me adhuru Zotin. E Allahut i përket që neve me na informu, edhe për vetveten e tij hyjnore, edhe për çdo gjë që ka nevojë njeriu për ta ditur në mënyrë që ti përmbushen të gjitha kërkesat e tij në jetën e kësaj bote, për të gëzuar pastaj për shpërblimeve të botës tjetër. Kurani është libri që e fuqizon besimtarin, ja këndell mendjen, ja qetëson shpirtin, çfarëdo që të kemi për problemeve jetësore. Kur e dëgjojmë Kur'anin me përkushtim, kur i meditojmë ajetet e Kur'anit, na flladitet zemra, na flladitet shpirti. Ndonse mund të sprovohemi me sprova të rënda,
me fatkeqësi në familje, me vdekje, mund sprovohemi me humbje pasurie, me humbje apo paksim shëndeti, që janë sprova të rënda këto. Por çka e qetëson shpirtin e muslimanit, shpirtin e besimtarit? Libri i Allahut. Kur i kthehemi edhe i referohemi ajeteve kuranore, aty e gjejmë prehjen shpirtënore. Kushdo më ardh me na thonë, me na ngushëllu, me na qetësu me fjalët e tyne, nuk krahasohet me fjalën e Allahut madhërisëm. Vetëm kur e dëgjojmë një ajet Kuranit, qetësohet shpirti më njëherë. Sepse Allahu këtë zemër e ka kriju për me e besu librin e tij, për me apliku mesazhet e tij. Prandaj shpesh herë dëgjojmë edhe i shohim se si edhe jo besimtarët kur e dëgjojnë, sidomos për herë të parë Kuranin, u rënqethen zemrat. Çajnë me lot, sepse zemra atyre ka qenë e etur për me i dëgju këto fjalë. Zemra atyre është kriju për me i dëgju këto fjalë, për me i besu këto fjalë. Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Ky Kur'an, thot Allahu, udhëzon në atë që është më e mira, më e fuqishmja. Udhëzon se si të edukohet shpirti, udhëzon se si të edukohet mendja, se si të edukohet trupi. Udhëzon se si të respektohet Zoti, udhëzon se si të respektohet pejgamberi i Zotit, udhëzon se si të respektohen prindrit, se si të respektohet familja, fëmijët dhe shoqëria në përgjithësi. Udhëzon se si të respektohen gjitha kategoritë e shoqërisë, pa dallim klasash, statuse shoqërore kështu më radh. Udhëzon se si të ndihmohet i varfri, i shtypuri, i dobti. Udhëzon se si të ballafaqohemi me armikun. Udhëzon se si duhet të kaplohen zemrat tona me mëshirë ndaj gjithëve, në veçantë ndaj besimtarëve. Udhëzon se si duhet zgjidhen problemet jetësore, sa do të mëdha që të jenë, zgjidhja ekziston. Zgjidhja është pikërisht në Kur'an. Udhëzon se si duhet bashkohemi, se si duhet solidarizohemi, se si duhet bashkëpunojmë mes vete në mirësi dhe në devotshmëri. Udhëzon në meritokraci, udhëzon në drejtësi. Prandaj për aq sa njerëzit sunduan me Kur'an, u çroniosën të gjitha këto anomali shoqërore, prej padrejtësisë, prej jo meritokracisë, prej zullumit, prej mëkateve të mëdha dhe prej dukurive shkatruese të përhapura në atë kohë. Andaj lutim Allahun e Madhërisëm të na bëjë për besimtarëve të cilët këtë Ramazan e shfrytëzojnë që të lidhen fuqishëm me librin e Allahut. Para disa ditësh ndodhi rasti që ndodhi, një njeri dikush po thotë që ka probleme, por interesant sa herë po sulmohet Kurani Islami, po dalin me probleme njerëzit. Po edhe sikur të jetë i tillë, druaj se dikush e ka keq përdor atë njeri, në mënyrë që me cenu librin e Allahut, edhe me i sulmu musliman pikërisht në muajin Ramazan. Këto raste kanë ndodhur edhe në kohën e pejgamberit Zotit, kanë ndodhur edhe tash kanë më ndodhur. Na nuk duhet me ul nivelin ton, janë organet e rendit ato që e bëjnë punën e vet, edhe janë duke e bë, personi në fjalë është i arrestuar, është në paraburgim. Edhe padyshim se ka me marr ato që e meriton. Po kjo në një formë është edhe shenjë, është sinjal se njerëzit besimtarët e kësaj shoqërie po lidhen me librin e Allahut. Prandaj diku ju pengon. Dikat me rëm kjo. E neve na takon me ideal krah Kuranit duke e besu dhe duke aplikuar atë. Nuk mund t'i dalim krah Kuranit me emocione shterpe derisa nuk i zbatojmë urdhrat e tij. Realisht i ndihmojmë Kuranit apo i dalim në mbrojtje atëherë kur ne e besojmë atë fuqishëm edhe e praktikojmë atë në jetë. Vetëm kësaj mund të bëhemi mbrojtës serioz dhe të denjë të librit të Allahut Madhërisëm. Tjerat i ka Allahu në dorë. Andaj lutim Allahun që edhe atë pakicës së islamofobëve në shoqërinë tonë me i vetëdijsu dhe me i udhëzu në rrugën e Allahut. Ja se shpëtimin e kanë vetëm në rrugën e Zotit Madhërisëm. Nderimin, ngritjen e kanë vetëm përmes librit të Allahut plotfuqishëm. Kështu që Allahu ata ju udhëzoft, e dashakëqinjt, keqbërësit, ata që thurin kurthe dhe plane për me i shkatru vlerat islame, vlerat fetare dhe vlerat kombëtare në këtë vend, Allahu u adhën të hakun. Allahu i zbrapst ata në mënyrën që ai di. Në qoftë se e meritojnë shkatrimin, Allahu dhe i shkatroft, nëse ai që nuk e meriton udhëzimin, padyshim se e meriton shkatrimin. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.